91 deri 95% i fitojnë lojtarët. Kompanitë e basave fitojnë 5%? Ja, shikoni, edhe më pak. Shikoni me që morë 365, në hapen e bilancën e 365, dhe thot, nga gjiroja, a unë po fitova 1%, 2%, unë jam më i lumtur në botë. Nuk kam më tepër se 5%. 95% asaj që luhet i fitojnë, por ndryshe pastaj ata për një vit do kishin ikur gjithë, se nuk fut njëri në qarkullim, jo 200 milionë, janë më tepër, po çon si kase. Don sa gjërat ta atëhershme. Nëse zyrtarët ta zyrtarët. Po, ta atëhershme nuk di tash. Po të marrim dhe formalitetin shkon shumë. Po 90 deri 95% e asaj që luhet e fitojnë e kishte 2024. E fitojnë lojtarët. Mirë, po them ndryshon. Pra 28% ishte fitimi. Ka vite që del edhe 110%, sepse ka 6 muaj që ndalin ndeshjet drejt e kompanitë tunden shumë, po. Shiko, kompanitë janë të gatshme, kompanitë që ishin mezi prisin të bëheshin të ligjshme. Se armiku kryesor i kompanive të ligjshme është e paligjshmja. Sepse ajo i sfidon, nuk paguan takse, etj. Kush është interesi jonë si pak nga aspekti ekonomik, pa dash të hyjmë pjesës morale këtu, domethënë. Interesi jonë është që ajo para që mblidhet është një para që tashmë po shkon, jo më thonë zadëm, po është një ardhur e munguar. Dhe me atë të ardhur ti mund bësh 5 gjëra. Ja dedikon sportit, ja dedikon... Edukimit tani është për edukimit. Edukimit, qënë si ka, e në mënyrën ku ta... Pjesë e mirë duhet përdorur për ata që e kanë vesë. Patjetër. Se Gjota po bën një shkelje në Bardhazi, se këtu është ndaluar telefoni Gjot. Nëse bëhet fjalë për online, me strukturat aktuale që kemi e monitoron shumë kohë. Pyetje, dalimi gëzuar me Letiza, me qëra fjala gëzuar me Letiza. Me që se këtë periudhë u ndaluan bastet, kjo ndikoj në shitblerjen e ndeshjeve? Se mos kaloj fryma që këte janë ndeshje? Jo do tani me jerë, sa e do sportin. Ato që do vinin pas, do sfidonin që sa e do sportin tani. Jo, sepse kompanit, ose të paktën në atë kohë, kompanit shqiptare nuk i vinin ndeshjet e Shqipërisë. S'kishin besim të ndeshjet, në i derbi që për të tjerat nuk vinin. Luajnë me ndeshjet e tuaja. Pa ta tuaja t'i shesin. Ka dhe një problem shumë të madhë, për teja sa... Tuaj t'i shesin. T'i shesin më vetën e tyre, po duan. Unë them që aktualisht ka 2 hetimet hapura nga FIFA dhe UEFA për këtë çështje. Po, është Turqia, po, jo, ka pa tjere, po. Nuk i blem ne. Ka një fjali, ka një problem tjetër, që këto paraj që nuk i merr shteti, nuk është puna se i humbë vetëm, po këto kanë shërbyer për të financuar pjesën e zezë të shoqërisë, e ka bërë pjesa, pra është pasuruar pjesa kriminale, nuk e di, se po të dhja duhet isha pjesë, por nuk jam pjesë. Gjodat, se qa ishte që shitet? Basketbolli amerikan. Po, ka dalë aptazi. Tenisi, po. Po, futbolli, e ka thënë Trumpi, unë nuk e di kush e ka bërë, po Trumpi e ka thënë. Futbolli amerikan ka vendim gjykatës në tapetit në Amerikë që po, do më thënë, ka vendim ka raste. Me bukur, Turqia shkriju futbollin. Italia po ashtu.